Policia e Lezhës ka goditur një tjetër rast të gjuetisë së paligjshme në zonën e Ishull Lezhës, në kuadër të planit të masave për mbrojtjen e faunës së egër. Gjatë kontrolleve të zhvilluara gjatë natës, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë kapën në flagrancë 2 shtetas që po kryenin gjueti në kundërshtim me moratoriumin e gjuetisë. Në automjetin e tyre, policia gjeti 20 shpend të vrarë me armë gjahu, si dhe një sasi fishekësh. Në vijim të veprimeve procedurale u bllokuan 2 armë gjahu, të cilat megjithëse ishin me leje, ishin përdorur në mënyrë të paligjshme, si dhe automjeti që shërbente për transportimin e tyre. Ndërsa pas veprimeve paraprake, materialet u referuan në prokurorinë e rrethit gjyqësor Lezhë, ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit AP 28 vjeç banues në Divjak dhe MH 31 vjeç banues në Tiranë. Të 2 persona do të hetohen për veprën penale, dëmtimi specieve të vogla të faunës dhe florës së egër. Policia e Lezhës deklaroi se kontrollet do të vijojnë në të gjithë zonat e qarkut, me qëllim parandalimin e rasteve të ngjashme dhe mbrojtjen e faunës së egër.